Në drejtimin e dirigentit Mihajl Agafita, Orkestra Simfonike Radio Televizionit Shqiptar do të vi me koncertin e radhës me një program të pasur me vepra të kompozitorëve të huaj dhe atyre shqiptar. Uvertura nga Opera Ruslani dhe Ludmila do të çelë koncertin për të vijuar me kompozitorin shqiptar Endri Sina. Për mua është hera e parë që vi në Shqipëri dhe jam shumë i lumtur. Këtu gjeta muzikantë të mrekullueshëm. Jam i sigurt se do të jetë një koncert shumë i bukur pasi edhe programi është vërtet i larmishëm. Gjithashtu edhe pianistja Klej Datare është vërtet mahnitëse. Solistja Klej Datare do të sjellë variacione mbi një temë të Paganinit për piano dhe orkestër. Është kënaqësi që të luash me orkestrën e Radio Televizionit dhe unë vi për të disatën herë. Këtë radhë është një bashkëpunim me një dirigent moldav dhe ne do sjellim një vepër premier në Shqipëri. Është Vitor Lutoslavski, variacionet me një temë të Paganinit. Koncerti do të vi në datën 13 mars në orën 19 në Universitetin e Arteve.